22 qershor 1994, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dielli i Kalifornisë përvelon barin e stadiumit Rose Bowl në Pasadena. Në tribunat e mbushura deri në skaj janë grumbulluar pothuajse 100.000 spektator. Në fushë përballen Shtetet e Bashkuara, vendi organizator, dhe Kolumbia Andrés Escobarit. Por kolumbianët, kjo nuk është thjesht një ndeshje fazës së grupeve në Kupën e Botës, është një verdikt. Ata kanë humbur tashmë ndeshjen e parë kundër Rumanisë dhe tani luajnë me frikën mbi supe. Ora shënon minutën e 34 të pjesës së parë. Mesfushuri amerikan John Harkes merr topin në krahun e majt, avancon pa shumë presion, ngre kokën dhe dërgon një krosim të ulët drejt zonës. Topi përshkon zonën e rreptësisë së Kolumbisë. Aty ndodhet Andrés Escobar, mbrojtësi me fanellën e verdhë me numrin 2 në shpinë. Në vendindje e quajnë El Caballero del Futbol, kaluesi i futbollit për pastërtinë dhe korrektësinë e tij në lojë. Escobar shet topin që po afrohet dhe ndjen praninë e një sulmuesi amerikan pas shpine. Merr një vendim të menjëhershëm, rrëshqet për ta larguar. Por trupi i tij është januar përpara, maja e këpucës prek topin, por në vend që ta largojë vetëm sa i ndryshon drejtimin. Portieri Oscar Cordoba tashmë është vendosur drejt shtyllës së parë, topi devijuar, rrokulliset drejt cepit tjetër të portës dhe kalon vijën fatale, autogol. Rose Bowl shpërthen në fest, tifozët amerikan u lërin nga gëzimi, ndërsa lojtarët kolumbian zhyten në panik. Andrés Escobar mbetet i shtrirë në bar. Në sytë e tij ngulitur drejt qiellit, nuk ka vetëm zhgënjimin e një futbollisti që ka gabuar, ka diçka më të thellë. Ai e di se ky autogol nuk është thjesht një katastrofë sportive, është një dënim që e lidh drejt për drejt me fuqinë e barutit që është bërë vendi i tij, sepse në Kolumbi futbolli prej kohësh ka pushuar së qeni vetëm një lojë. Ai është përpir nga bota e narkotrafikut. Për ta kuptuar këtë histori, duhet të kthehemi disa vite pas. Në fund të viteve 80, Kolumbia është një fushë betejë. Shteti zhvillon një luftë të pamërshirshme kundër karteleve të drogës. Sirenët e policisë, bombat në makina dhe breshërit e armëve janë bërë tingulli i përditshëm i qyteteve. Në këtë realitet, futbollistët nuk janë thjesht sportistë. Ata janë gur në një shah gjigant ku përzihen futbolli, pushteti dhe narkotrafiku. Në Medellin, figura dominante është Pablo Escobar Gaviria, shefi i kartelit më të fuqishëm të drogës. Ai ka një pasion të madh për futbollin, por shpejt kupton se klubet sportive mund të shërbejnë si makineri perfekte për pastrimin e parave. Miliona dollar të ardhura nga droga derdhen në klubin Atlético Nacional, skuadrën ku luan i riu Andrés Escobar. Mes tyre nuk ka asnjë lidhje gjaku, mbiemri i përbashkët është vetëm një rastësi. Fal këtyre parave, klubet kolumbiane arrin që të mbajnë talentet në vend, duke larguar nga tregu evropian. Ndërkohë Pablo Escobar ndërton fusha futbolli në lagjet më të varfra dhe fiton besnikrinë e shumë njerëzve. Futbolli rikthehet në lodrën private të narkobosëve. Kartelët e Medellinit dhe Calit investojnë miliona, bastisin ndeshje dhe kontrollojnë klube rivale. Kjo është epoka e narkofutbol, e futbollit të narkotrafikut. Kulmi vjen në vitin 1989, kur Atlético Nacional fiton Copa Libertadores, trofeun më prestigjioz të Amerikës së Jugut. Është hera e parë që një skuadër kolumbiane arrin këtë sukses. Vendi feston, por pas festimeve fshihet një vërtet e errët. Lojtarët ftohen në pronat luksoze të narkobosëve, marrin makina të shtrenjta dhe shpërblime marramense. Për shumë prej tyre, Pablo Escobar nuk është vetëm një kriminal, ai është njeriu që ndërton shtëpi për të varfrit dhe paguan bonuset e ndeshjeve. Në vitin 1991, Pablo Escobar dorëzohet tek autoritetet, por sipas kushteve të veta. Ai ndërton burgun famkeq La Catedral, një kompleks luksoz në malet mbi Medellin, i pajisur me çdo komoditet, madje edhe me një fushë futbolli. Aty vazhdon të drejtoj perandorinë e tij dhe organizon ndeshje ku marrin pjesë edhe futbollistë profesionistë. Një nga vizitorët më të njohur është portieri legjendar, René Higuita. Por afërsia e tij me Pablo Escobarin i kushton shtrenjtë. Ai arrestohet dhe humbet mundësinë për të luajtur në botrorin e vitit 1994.
Megjithatë, kombëtarja kolumbiane asaj kohe konsiderohet një nga më të talentuarët në botë. Në ekip luajnë Andrés Escobar, Faustino Asprilla, Freddy Rincon, Leonel Alvarez dhe dirigjenti mesfushës Carlos El Pibe Valderrama. Për presidentin Cesar Gaviria, kjo skuadër është më shumë se një ekip futbolli. Është shpresa për t'i treguar botës një fytyrë tjetër të Kolumbisë përtej kokainës dhe dhunës. Dhe më 5 shtator 1993 ndodh mrekullia. Në stadiumin monumental të Buenos Airesit, Kolumbia shkatron Argjentinën me rezultatin 5-0. Një nga fitoret më të famshme në historinë e futbollit. Kolumbia shpallet favorite për të fituar Kupën e Botës, edhe Pelé vendos mes pretendentëve kryesor. Por vetëm 3 muaj më vonë, në 12 dhjetor 1993, Pablo Escobar vritet. Shumë mendojnë se makthi ka marrë fund, në të vërtetë kaosi sapo ka filluar. Vdekja e tij krijon një vakum pushteti, banda rivale, paramilitar dhe trafikantë të ri luftojnë për kontrollin e biznesit të drogës. Futbollistët, dikur të paprekshëm, shndërrohen në objekt shantazhesh dhe kërcënimesh. Pak javë para botrorit, rrëmbet djali i 3 vjeçar i mbrojtësit Luis Fernando Herrera. Fëmia shfutohet, por mesazhi është i qartë: askush nuk është më i sigurt. Në këtë atmosferë terrori, Kolumbia udhëton drejt Shëbas. Pas humbjes 3-1 ndaj Rumanisë, lojtarët dhe familjet e tyre fillojnë që të marrin kërcënime me vdekje. Madje trajnerit Francisco Maturana i dërgohet një paralajmërim i tmerrshëm. Nëse Gabriel Gomez luan kundër Shëbas, do të masakrohet e gjithë skuadra bashkë me familjet e tyre. I tmerruar, trajneri vendos ta lërë jashtë ekipit dhe kështu mbërrin sërish te 22 qershori 1994. Andrés Escobar nuk është vetëm një mbrojtës që shënoi një autogol. Ai është një njeri që sapo ka dëgjuar jehonën e dënimit të tij. Kolumbia humbet 2-1 dhe eliminohet nga botrori. 10 ditë më vonë, skuadra kthehet në atë. Lojtarët mbyllen në shtëpi në mbrojtjen e lojeve private. Por Andrés Escobar zgjedh një rrugë tjetër. Ai publikon një letër të hapur ku kërkon falje dhe mbyll gjithçka me një fjali: jeta nuk përfundon këtu. Është 27 vjeç, kapiteni Atlético Nacional dhe me një ofertë nga Milani në xhep. Mbrëmjen e 2 korrikut 1994 del me miq në një lokal në Medellin. Dëshiron vetëm që të kalojë një natë normale. Por aty ndodhen edhe vëllezërit Pedro dhe Santiago Gayon Henao, trafikant droge të lidhur me grupet paramilitare. Ata fillojnë ta provokojnë, e quajnë autogol, e ofendojnë, e poshtërojnë. Escobar përpiqet që të ruajë qetësinë dhe largohet drejt makinës së tij. Vëllezërit e ndjekin, Andrés kthehet dhe për herë të fundit kërkon respekt. Thotë se ka bërë një gabim dhe se i ka kërkuar falje vendit të tij. Por pas tyre ndodhet Humberto Munoz Castro, shoferi dhe vrasësi i tyre me pagesë. Ai nxjerr revolën, një krizm. Pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. 6 plumba godasin Andrés Escobarin nga afër. Ai shembet mbi sediljen e makinës. Ambulanca mbërrin 40 minuta më vonë. Për kalorësin e futbollit nuk ka më shpresë. Të nesërmen mbi 120.000 njerëz mbushin rrugët e Medellinit për funeralin e tij. Atë ditë Kolumbia kupton se parat e pista që kishin ndërtuar stadiume, kishin financuar klube dhe kishin paguar kampion, më në fund kishin kërkuar faturën e tyre. Humberto Munoz Castro dënohet me 43 vite burg, por lirohet pas vetëm 11 vitesh, ndërsa ata që qëndronin pas tij shpëtojnë pothuajse të paprekur. Me vdekjen e Andrés Escobarit merr fund edhe epoka e artë e futbollit kolumbian, një skuadër që duhet pushtonte botën, por që u shkatërrua nga ana më e errët e tokës së vet.